Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çfarë do të ndodhë gjatë 2020-s? Ja parashikimet e pabesueshme të Nostradamusit. Nga kriza ekonomike deri tek fatkeqësitë natyrore. Që prej librit të tij të parë të botuar në vitin 1555, interesi për parashikimet e Nostradamusit ka qenë për herë i lartë, nisur nga fakti që shumë prej profecive të tij kanë rezultuar të vërteta. Nga shembja e kullave binjake të revolucionit francez, nga bombat atomike të vrasjes të Kennedy, apo zbarkimi në hënë. Për vitin 2020, Nostradamusi ka parashikuar plot 6 profeci kryesore. Ndonë se këto parashikime nuk kanë asnjë bazë shkencore, mbetet interesi të shihet se çfarë ka menduar Nostradamusi se do të ndodhë në këtë vit. Ai parashikon katastrofa të shumta natyrore, rritje të shpejtë të temperaturave, shkrirje të akunajave, rritje të nivelit të detit, shtuhi dhe përmbytje. Po kështu, recesioni ekonomik botëror, një konflikt të mundshëm që do të përfshijë të gjithë globin. Si dhe fundin e mbretërimit Elizabetës së dytë në Angli. Ja disa nga parashikimet e tij për vitin 2020. Lufta e tretë botërore. Konflikti i fshehtë midis NATO-s dhe Rusisë. Shkëmbimi i fjalëve midis Trumpit dhe Koresë së Veriut, por edhe fakti se në 2020 SBA do të fillojë stërvitjen më të madhe ushtarake në Azi, bëri që shumë njerëz të mendojnë për parashikimin e Nostradamusit. Mesazhet e fshehta të Nostradamusit duket se parashikojnë vdekjen dhe shkatërimin. Sipas profecive të tij, një luftë shkatërruese 27 vjet do të shpërthejë midis dy superfuqive më të mëdha të botës, pas ngritjes së Antikrishtit të tretë. 2. Vladimir Putin do të vritet dhe Donald Trump do të vuajë nga një sëmundje misterioze. Nostradamus parashikoi një vit shumë të dhunshëm, si për presidentin rus Vladimir Putin, po ashtu edhe për presidentin amerikan Donald Trump. Sipas ekspertëve, Nostradamus paralajmëroi për atentatin e Vladimir Putin, një konflikt armatosur në lindjen e mesme, dhe për marrëdhënien e rinovuar me homologun e tij amerikan midis viteve 2020 dhe 2021. Presidenti rus Vladimir Putin do të pësojë një atentat nga ekipi i sigurisë. Nëse profecia përmbushet, Putin do të trajtohet nga dikush shumë i afërt i tij. Sa i përket Donald Trump, profeti parashikoi se ai do të vuajë nga një sëmundje misterioze dhe se një atentar i familjes së presidentit amerikan do të jetë viktimë e një aksidenti automobilistik. 3. Kriza e madhe financiare. Sipas parashikimeve të Nostradamusit për vitin 2020, ne jemi në prag të përplasjes së afërt të tregut. 4. Në vitin 2020, Anglia do të ketë një mbret të ri. Sipas parashikimeve të Nostradamusit, vdekja e mbretëreshës do të jetë nga gjërat më shqetësuese të Britanisë së Madhe nga 70 vitet e fundit. Që nga kurorëzimi i saj, vitin 1952, mbretëresha Elizabeth e dytë ka jetuar mjaft kohë për të takuar 13 kryeministrat e Britanisë së Madhe dhe 13 presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani ajo është 92 vjet dhe këtë vit mbretërimi i saj do të marrë fund, sipas parashikimeve të tij. 5. Një pap i ri në Kishën Katolike. Besohet se Nostradamusi ju referua Papa Francesku të quajtur 2.92 dhe 5.31. Por profeti francez parashikoi vdekjen e një pape në vitin 2020. Pasardhësi Papa Francesku do të jetë një djalë i ri, i cili do të marrë një pozitë të lartë në vitin 2020. Interpretuesit e ndryshëm mendojnë se Papa i ri do të krijojë një skandal në Kishën Katolike, duke filluar nga viti 2020, e cila do të zgjasë deri në vitin 2029.
Papa Francesco do të jetë papa i fundit i vërtet. 6. Ndryshimet klimatike do të ndikojnë në planet dhe udhëheqësit botëror do të fillojnë të marrin masa kundër ndotjes. Do të ketë uragane dhe tërmete në disa zona të Amerikës së Veriut. Po, do të ketë prosperitet financiar edhe në vitin 2020, por vetëm nëse parato do të përdoren. Pohon Nostradamus për qëllime të mira. 2020 do të karakterizohet nga shumë fatkeqësi natyrore, por edhe në arritje në shkencë. Do të ketë përmbytje në shumë vende të Europës, Italia, Republika Çeke, Britania e Madhe. Një kontinent do të durojë shumë sulme terroriste. Në lindjen e mesme, fenomeni i ekstremizmit bazuar në fe do të rritet. Një tërmet i madh do të godasë zonat midis Kalifornisë, Shëbaz dhe Vancouver. Europianët dhe Amerikanët do të përballen me çështjen e imigrantëve dhe sulmet terroriste do të jenë gjithmonë më të larta. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Gruaja që parashikoi virusin e Kinës dhe tërmetin e Turqisë. Baba Vanga, e lindur në Bullgari, është e quajtur Nostradamus i Ballkanit për parashikimet e saj. Deri më tani, ajo ka parashikuar saktë ngjarjet si ISIS e Brexit. Tani do të njihemi me parashikimin e saj, që i ka bërë 23 vjet më parë, vitin 2020. Ajo tha se 2020 do të jetë e zymë, me shumë tsuname dhe tërmete që do të godasin kontinentin. Në Turqi, goditi një tërmet i fortë, ku shkaktoi shumë viktima, gjithashtu dhe Shqipëria u përfshi në të. Tërmeti me madhësi 6.8, me qendër të qytetit të Zvircës në provincën Elzaik, bëri që disa ndërtesa të shëmben dhe shumë njerëz të vdesin. Baba Vanga parashikoi që bota do të vuajë nga një fatkeqësi e madhe për këtë vit, me Pakistanin, Kinën, Japoninë dhe Alaskën. Ajo tha se 400 njerëz do të vdesin pasi një tërmet do të godasë kontinentin aziatik. Në Kinë është përhapur koronavirusi me qendër Wuhan, ku deri më tani numërohet një numër i madh të vdekurish dhe shumë të prekurish. Shëbaja, Tajlanda, Korea e Jugut, Japonia, Australia, Franca, Gjermani, Kanada dhe Italia kanë raportuar raste të viruseve, ku Italia ka arritur një numër kritik. Profesori George Laznov analizoi veprën e saj në detaje të hollësishme dhe zbuloi se afër 80% e parashikimeve të saj u realizuan. Njihuni me 7 profecitë e pabesueshme të Nostradamusit që pritet të ndodhin ose kanë ndodhur në 2020. Që prej librit të parë të botuar në vitin 1955, interesat për parashikimin e Nostradamusit kanë qenë për herë të larta. Nisur nga fakti që shumë prej profecive të tij kanë rezultuar të vërteta. Nga shembja e kullave binjake të revolucioni francez, apo bombat atomike, të vrasja e Kennedy, apo zbarkimi në hënë. Për vitin 2020, Nostradamus i ka parashikuar plot 7 profeci kryesore. Ndonse këto parashikime nuk kanë asnjë bazë shkencore, mbetet interesante të shihet se çfarë ka menduar Nostradamusi se do të ndodhë në këtë vit. Ai parashikoi katastrofa të shumta natyrore, rritje të shpejtë të temperaturave, shkrirje të akullnajave, rritje të nivelit të deteve, stuhi dhe përmbytje. Po kështu, recesioni ekonomik botëror, një konflikt të mundshëm që pritet të përfshijë mbar globin, si dhe fundin e mbretërimit Elisabetës së dytë në Angli. Jashtë atë profecitë e tij që pritet të ndodhin këtë vit. 1. Lufta e tretë botërore. 2. Vritet Putin, Trump i vdes, sëmundje misterioze. 3. Krizë ekonomike. 4. Fundi i mbretërimit Elisabetës së dytë. 5. Zbarkimi i ri në hënë. 6. Katastrofa natyrore. 7. Një pap i ri pritet të zgjidhet.
Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu